Për të vënë në provë marrëdhënien e tyre, gruaja i vendos të dashurit të saj një orë dashurie në dorë. Sapo ora vendoset, njerëzit mund të mësojnë saktësisht se kur do të shfaqet personi i tyre ideal. Por ajo që Ana nuk e priste kur, ishte se ora e të dashurit të saj tregonte se ai do të takonte personin e tij ideal pas 916 ditësh. Kjo do të thoshte se burri që qëndronte përballë Anës nuk ishte njeriu me të cilin ajo ishte e destinuar të ishte. Nëse Ana zgjidhte të qëndronte me të, do t'i duhej të përballej me fundin e lidhjes së tyre pas 916 ditësh. Kjo e bëri Anën të dukej krejtësisht e dëshpëruar. Humori i saj ra menjëherë për tokë, por burrit nuk i interesonte as pak. Përkundrazi, ai tha me entuziazm se 916 ditë më vonë do të ishte koha perfekte, sepse deri atëherë ai do të kishte përfunduar doktoraturën. Gjithashtu do të mund të gjente një punë të qëndrueshme. Madje, pa pikën e turpit, i kërkoi Anës të qëndronte me të gjatë këtyre 916 ditëve dhe pastaj të ndaheshin. Por kjo e tërboi plotësisht Anën, sepse ajo kuptoi se ky burr kishte menduar vetëm për veten e tij nga fillimi deri në fund. Prandaj, ajo vendosi me vendosmëri të ndahej prej tij menjëherë. Pas ndarjes, Ana mendoi se më në fund ishte e lirë. Por ajo që e bëri të ndihej edhe më keq, ishte kur pa orën e saj të dashurisë. Ajo ende nuk tregonte asnjë numër. Nuk mund të mos pyeste veten. A ishte vërtet e destinuar të mos e takonte kurrë shpirtin e saj binjak në këtë jetë? Por shumë shpejt, Ana e bukur u afrua nga një arktar simpatik. Ana u tërhoq menjëherë nga ky burr i kujdesshëm dhe plot gjallëri. Pasi mësoi se Ana kishte pranuar të dilte në një takim me të, Jack thjesht hoqi uniformën e punës. Pastaj shkoi në një takim romantik me Anën. Të dy folën për dashurinë dhe ëndrat e tyre. Folën për punën dhe të ardhmen. Asnjëri prej tyre nuk e priste që të përputesin kaq përsosmërisht. Por atë natë, kur Jack e shoqëroi Anën deri te dera e shtëpisë së saj, atmosfera mes tyre u bën ngadalë gjithnjë e më romantike. Dhe Ana hodhi pa dashje një vështrim te ora e tij. Ajo tregonte qartë se personi ideal i Gjakut do të shfaqej pas 4 muajsh. Edhe 4 muaj? Po, e di. 4 muaj të gjatë. Kjo e ktheu menjëherë Anën me këmbë në tokë. Duke mos dashur të përballej me dhimbjen e lamtumirës, ajo zgjodhi të tërhiqej edhe një herë. Po e shijon këtë kohë. Çfarë? Po, unë thjesht. Jo, qëndo. Jo, nuk mundem. Jo. Le të kthehemi. Ne, pastaj puthja. Ana mendoi se marrëdhënia e tyre do të përfundonte aty. Por ajo që nuk e priste kur, ishte se të nesërmen, ndërsa po kalonte kohën me shoqen e saj më të mirë në një bar, u përplas sërish me Jackun. Ai kishte ndryshuar plotësisht nga arketari i dëshpëruar i supermarketit që ajo njihte. Tani ishte një baterist plot pasion dhe energji. Duke e parë teksa rrezatonte hije shi dhe vetbesim, zemra e Anës filloi të rrihte sërish në mënyrë të pakontrollueshme. Edhe pse e dinte se, edhe nëse do të lidheshin, ai përsëri do ta linte pas 4 muajsh. Këtë herë, ajo nuk u tërhoq, sepse e pëlqente vërtet burrin që kishte pranë. Në atë moment, ora e dashurisë, në sytë e Anës, ishte bërë tashmë vetëm një copës e pavlerë. Ajo vendosi të ndiqte zemrën e saj dhe të mos lejonte më që ora të kontrollonte jetën e saj. Por shoqja e saj më e mirë nuk mund ta kuptonte as pak vendimin e Anës. Ajo e nxiti Anën ta përfundonte marrëdhënien sa më shpejt. Përndryshe, në fund, e vetmja që do të lëndohej do të ishte ajo. Pse? Sepse po kënaqem duke kaluar kohë me dikë? Sepse nuk jam skllave e një kronometri? Jo. Sepse ai do ta copëtoj zemrën tënde në 1.000.000 pjesëza të vogla. Pikërisht atëherë, Jack e shkuli pa pritur orën nga kyçi i dorës. Pamja i tmerroi si Anën, ashtu edhe shoqen e saj. Shiko. E sheh? Vetëm 6. Më në fund, Jack pranoi se ora e tij e dashurisë ishte në të vërtetë false. Ajo nuk ishte implantuar kurrë në lëkurën e tij. Ishte thjesht një mbështjellëse plastike e ngjitur mbi sipërfaqen e lëkurës. Arsyeja pse ai e pranoi të vërtetën ishte se kishte parë sa të sinqerta ishin ndjenjat e Anës dhe sa shumë ishte shqetësuar ajo. Ai donte t'i tregonte Anës se ata kishin ende shumë kohë për të kaluar së bashku. Ai ishte i gatshëm të qëndronte me Anën për pjesën tjetër të jetës së tyre. Por Ana u tërbua kur e dëgjoi këtë. Jo vetëm sepse mendonte se Jack e dinte të vërtetën, por megjithatë kishte luajtur me ndjenjat e saj.
Më e rëndësishmja, edhe pse nuk donte ta pranonte, thellë brenda vetes ajo ndjente se një burr pa një orë të vërtet dashurie nuk mund të besohej. Kështu, ajo u kthye, kapi rrobat e Xhekut dhe i tha të largohej. Xhakut nuk i mbeti zgjidhje tjetër veç se të largohej i turpëruar. Ndoshta, këtë herë do të vish pas meje. Ose ndoshta, nëse kupton se fakti që nuk kam një kronometër është diçka e mirë, më telefono. E shtrirë në shtrat, Ana ndihej krejtësisht e humbur. Ajo nuk e kishte iden nëse kishte marrë vendimin e duhur. Ajo kishte ndjenja kaq të forta për Xhakun. Megjithatë, e kishte larguar burrin që dashuronte për shkak të një ore budallaqe. Sa më shumë mendonte për vendimin e saj impulsiv, aq më shumë pendohej. Pas kësaj, ata nuk u panë për shumë ditë. Secili vazhdoi jetën e vet. Por imazhi i Xhekut vazhdonte t'i shfaqej në mendje Anës. Pa dashur, ajo nuk mund të mendonte për asgjë tjetër përveç tij. I mungonte edhe kur vraponte. Tashmë nuk mund të përqendrohej as te leximi. Gjithçka që dëshironte ishte ta shihte Xhekun edhe një herë, të sqaronte gjithçka dhe të zgjidhte keqkuptimin. Kështu, ajo u qetësua. Pastaj vendosi ta kërkonte Xhekun të nesërmen dhe të bisedonte seriozisht me të. Sepse ndjente se nuk mund të vazhdonin t'i zvarrisnin gjërat kështu. Ajo duhej të merrte iniciativën dhe ta fitonte sërish. Por ajo që nuk e priste kurrë ishte se, sapo u zgjua të nesërmen në mëngjes, zbuloi se në kyçin e dorës së saj, ora e dashurisë që nuk kishte treguar kurrë asnjë numër, papritur kishte shfaqur një varg numrash. Numërimi mbrapsht tregonte qartë se personi i saj ideal do të shfaqej vetëm pas 5 orësh.